Shikues të nderuar, mirë mbrëma, do të jemi bashkë në rreth e qarkit dhe sot ku si çdo mbrëmje do të ndalemi tek zhvillimet më të nxehta rreth globit dhe rajonit. Unë jam Rosalba Bejdo. Një aeroplan mbajtëse amerikane gjigande USS Gerald Ford ka hyrë në ujërat e Amerikës Latine. E konsideruar si më e madhja dhe më e fuqishmja në botë, ajo bëhet simbol i rikthimit të forcës ushtarake amerikane në rajon, me mbi 4.000 marinarë dhe 10 avion luftarak në bord. Prania e saj shënon dislokimin më të madh amerikan në Karaibe që prej pushtimit të Panamas në vitin 1989, një rikthim që po ndodh në kulmin e tensioneve me regjimin e Nicolas Maduro në Venezuelë. Karshi këtij demonstrimi force, Maduro ka urdhëruar një mobilizim masiv të ushtrisë toksore, detare, ajrore dhe të milicive civile për të përballuar atë që e quan kërcënimi më i madh që kontinenti ka përjetuar në 100 vjet. Zyrtarisht Pentagoni e justifikon këtë pranim me luftën kundër trafikut të drogës, por që prej shtatorit sulmet ajrore mbi anije të dyshuara për trafik kanë lënë të paktën 76 persona të vrarë, duke ndezur dyshime se misioni ka objektiva shumë të thellë politik. Shumë analistë në Washington e shohin këtë si pjesë të strategjisë së Donald Trumpit për të rrëzuar Maduron dhe për të rikthyer kontrollin amerikan mbi oborin e pasmë të hemisferës perëndimore. Nga Panamaja në Karaibe, historia duket se po përsëritet dhe ky dislokim mund të jetë preludi një konfrontimi të ri që do të përcaktojë balancat e fuqisë në Amerikën Latine. Ndjekim materialin dhe rikthehemi në studio. Marina amerikane ka njoftuar se aeroplan mbajtësja USS Gerald R. Ford, e konsideruar si më e reja dhe më e madhja në botë, ka hyrë në zonën e përgjegjësisë së komandës jugore të SBA-s, e cila mbulon Amerikën Latine dhe Karaibet. Dislokimi i anijes dhe grupit goditës që ajo udhëheq, që përfshin 10 avion dhe anije bombarduese, ishte njoftuar pothuajse 3 javë më parë dhe mbërritja e saj shënon një përshkallëzim të tensioneve ushtarake mes SBA-s dhe Venezuelës. I menjëhershëm reagimi i regjimit të presidentit venezuelian Nicolas Maduro, ai shpalli ato që e quajti dislokim masiv të forcave toksore, detare, ajrore, lumore dhe raketore, si dhe të milicive civile, për t'u kundërvënë pranisë detare amerikane pranë brigjeve të vendit. Maduro njoftoi këtë fazë të re të dislokimit ushtarak kundër asaj që e quajti kërcënimet imperialiste amerikane. Që nga ky moment, duke nënshkruar këtë ligj, të gjitha komandat e mbrojtjes që bashkojnë të gjitha institucionet publike të shtetit venezuelian, institucionin ushtarak dhe të gjithë pushtetin popullor duhet aktivizohen që nga dita e sotme. Nëse ne si republik, si popull, duhet të shkojmë në luftë armatosur për të mbrojtur këtë trashëgimi të shenjtë të çlirimtarëve, duhet jemi gati për të fituar, për të triumfuar përmes rrugës së patriotizmit dhe guximit. Pra unë vazhdoj të nënshkruaj dhe ekzekutoj ligjin për krijimin e komandave integrale kombëtare të mbrojtjes, nënshkruar, miratuar dhe ratifikuar sot, të martën, më 11 nëntor 2025, dhe unë them bashkë me gjithë vendin tim, paqe, 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 ne duam paqe. Ne do ta kemi atë, duke u përballur me presionin maksimal, përgatitje maksimale. Zbatojeni këtë ligj menjëherë. Nga Marina amerikane se mbërritja USS Gerald R. Ford me mira marinar dhe 10 avion taktik në bord do të forcojë kapacitetin e SBA-s për të zbuluar, monitoruar dhe penguar aktorët dhe aktivitetet e paligjshme në rajon. Shumë analistë shohin këtë rritje të sulmeve dhe dislokimit ushtarak si një mënyrë për të ushtruar presion mbi Maduron që tërhiqet nga pushteti pas zgjedhjeve të vitit të kaluar që o konsideruan të manipuluara. Maduro nga ana e tij ka akuzuar SBA-n për sajimin e një lufte të re dhe ka deklaruar se prania detare amerikane përbën kërcënimin më të madh që kontinenti ka përjetuar në 100 vitet e fundit. Gjatë fundjavës në përfundim të samitit të Komunitetit të Shteteve të Amerikës Latine dhe Karaibeve në Kolumbi, një deklaratë e përbashkët e nënshkruar nga 58 nga 60 vendet pjesëmarrëse hodhi poshtë përdorimin ose kërcënimin për përdorim force dhe çdo veprim që nuk përputhet me ligjin ndërkombëtar dhe Kartën e Kombeve të Bashkuara, pa e përmendur drejt për drejt SBA-n. Venezuela dhe Nicaragua ishin të vetmet vende që nuk e nënshkruan deklaratën, megjithse sipas burimeve diplomatike, regjimi Maduros kishte pritur një dënim më të fortë të Washingtonit. Për të diskutuar mbi pikpyetjet e operacionit ushtarak amerikan në Karaibe, por edhe çështje të tjera që kanë të bëjnë me politikat e presidentit amerikan Donald Trump, do ndajmë sot një bisedë me ekspertin e çështjeve ndërkombëtare, zotin Medlir Mema, që na bashkohet në një lidhje nga Shtetet e Bashkuara. Zoti Mema, ju falenderoj që jeni me ne sot, është një kënaqësi. Si gjithashtu.
Le ta nisim pikërisht me aktivitetet shqetësuese ushtarake të Shteteve të Bashkuara në Karaibe. Një aeroplan mbajtëse gjigande ka hyrë sot në ujërat e Amerikës Latine për t'u bashkuar forcave të tjera të dislokuar atje. Zoti Trump thotë se qëllimi është të luftojnë kartelet e drogës, por një dislokim kaq i lartë i forcave më i madh në dekada bën të mendosh se ka qëllime të tjera më të forta, apo jo? Po shkohet drejt një lufte? Nuk e di nëse lufta është ajo që do të rezultati përfundimtar, sigurisht presioni dhe qëllimi kryesor është presion politik, ndoshta edhe pak ushtarak ndaj qeverive në rajon, sigurisht Kolumbisë dhe Venezuelës në veçanti. Zoti Trump dhe çdo shtet në përgjithësi nuk dëshiron luftën, dëshiron thjesht që para tjetër të dorëzohet përpara se të kalojë në luftë. Kështu që edhe ky demonstrim i forcës është pikërisht në këtë drejtim, për i treguar Venezuelës që ne kemi aftësi ushtarake për bërë çdo gjë që mund të bëjmë. Interesante sigurisht është një vend si Venezuela apo dhe Kolumbia nuk mund të pushtojnë nëpërmjet aeroplan mbajtësve. Bëhet nëpërmjet forcave ushtarake në terren. Nuk besoj që kjo është diçka që zoti Trump ka dëshirë të bëjë, sidomos në prag të zgjedhjeve të vitit të ardhshëm, që do të jenë problematike për të. Kështu që unë nuk parashikoj një konflikt, por sigurisht parashikoj një acarim të retorikës nga palë amerikane. Pra ju po thoni që gjithë ky mobilizim dhe dislokim i madh kaq i madh ushtarak i forcave amerikane ka bëjë thjesht me qëllim presioni? Personalisht kështu e mendoj, po do ta them me porësi që shpesh në lidhje me politikën e zotit Trump do të tregohesh i përulur, sepse është i paparashikueshëm për kësaj gjëra. Pra, para sa muajsh nëse më pyesit nëse sot do të flisnim pikërisht në lidhje me këtë temë, unë do të thoj absolutisht jo, sepse nuk ishte një temë që as publika amerikan nuk e kërkon, as politika amerikan nuk kërkon, as interesi kombëtar amerikan nuk kërkon. Por është diçka që vetë Trump ka dëshirë që ta bëjë, mendoj që është ndikuar këtu nga Marco Rubio, sekretari i Shtetit amerikan, por edhe persona të tjerë të cilët kanë interesa të në Amerikën Jugore, por thash, nuk është një qëllim jetik, nuk është një interes jetik i Shtetit Bashkuar dhe të kesh në mes një konflikti të mundshëm me Rusinë, ndërkohë që ke anën nga tjetër je cënohesh edhe nga Kina, të përqendrohesh në Amerikën Latine, për mua është diçka interesante, për të më të paktën, është problematike për të më të shumtën. Por, si thash, zoti Trump na ka surprizuar shpesh me përmjet e tij. Unë personalisht nëse shikoja këtë temi me gjaktësi, do thoya që jo, absolutisht jo, nuk mund të kemi një konflikt, një luftë të nxehtë me Venezuelën, sepse nuk kemi të bëjmë me një interes kombëtar të Bashkuara, por që gjëra dhe më të çuditshme kanë ndodhur të kaluarën, kështu që nuk mund të parandalohet një mundësi e tillë. Venezuela ndërkohë njofton mobilizim masiv të gjitha forcave ushtarake. Mendoni se Maduro është i gatshëm të konfrontohet me SBA apo eventualisht do t'i dorëzohet presionit? Kjo është një pyetje që besoj nuk mund t'i gjejmë një përgjigje për momentin, sigurisht, sepse nëse do dinim përgjigjen, atëherë do dinim se cili është zgjidhja e konfliktit. Maduro bënte që çdo person tjetër që rrezikon pushtetin regjimin e tij do të bëj. Së pari do të analizojmë faktin që Maduro vetë është një person i korruptuar, është një udhëheqës autoritarian, për cilin asnjëri prej nesh nuk do të ketë një pikë loti të qaj për të, sepse është një person i cili ka mbajtur popullsinë e tij në varfëri dhe në nënçizmin e tij. Kështu që nga ky aspekt nuk më vjen fare keq që po i ndodh një personi si zoti Maduro. Por, se çfarë do ndodh pastaj si thash midis një përplasje të mundshme të Shtetit Bashkuar, akoma është e paparashikueshme. Një paralel i mundshëm këtu janë disa paralele në fakt në të kaluarën e Shtetit Bashkuar, politikën e jashtme, sigurisht është ajo që ndodhi me Fidel Castro në Kuba në 62 nëse nuk gaboj, me krizën dhe me fiaskon e gjirit të derave, ku Kuba ndonë si një vend i vogël përpara një revanshi amerikan, gjithsesi i mbijetoi një sulm të mundshëm. Kemi pasur raste të tjera ku rezultati nuk ka qenë i favorshëm për vende të tilla si për shembull si Kili apo Granada apo Panamaja, vende të tjera ku Shteti Bashkuar ka ndërhyrë me forcë ushtarake, por këta janë vende më të vogla dhe në përgjithësi Shteti Bashkuar kanë pasur sukses për një periudhë shumë të shkurtër. Venezuela është një vend shumë i madh, ka një forcë ushtarake më të madhe, ndosë nuk mendoj që mund të bëjë përballë Shtetit Bashkuar. Por në luftra dhe konflikte asimetrike është gjithmonë e vështirë për të meditur si të jetë rezultati përfundimtar. Me lirë kemi parë një përshkallëzim dramatik të fushatës së zotit Trump për të luftuar ato që i cilëson narkoterrorist që transportojnë në mënyrë të palishme drogën në SBA. Fillimisht operacioni kishte të bënte me ndalimin e anijeve me lëndë narkotike dhe arrestimin e personave të dyshuar si narkotrafikant në bord.
Por tani është kaluar në bombardime dhe janë shënuar mbi 70 viktima. A është kjo e justifikueshme sipas ligjit ndërkombëtar? Ju jeni njohës i mirë e tij. Jo, në bazë të drejtës ndërkombëtare jemi në një zonë gri. Sepse nga një anë, sigurisht nëse bëhet fjalë thjesht për veprime kriminale, pra të një bande narkotrafikimi, atëherë absolutisht që jo, nuk lejohet një sulm i tillë, sepse është kundër, do të kesh të drejtat para një gjykate, do të gjykohesh dhe pastaj do të veprohet në bazë të këtyre vendimeve. Për të nënvezuar pikërisht këtë fakt, do të dim për shembull që në disa sulme të fundit, 2 prej personave që u sulmuan mbijetuan dhe në vend që të procedohen si kriminal apo terrorist nga qeveria amerikane, në fakt u rikthyen ose në Ekuador ose në Venezuela, në Kolumbi më duket. Që thotë që nga një anë vetë qeveria amerikane nuk i shikon këta si persona të rrezikshëm në rangën e terroristë, sepse nëse do të ishin terrorist, sigurisht që patjetër pastaj duhet procedohesh si të tillë nga vetë qeveria amerikane. Pra, kjo nënvizon faktin që këtu kemi të bëjmë me një argument politik. Tani, ka një argument juridik që qeveria amerikane e ka propozuar dhe që mund të pranohet në aspektin e drejtës ndërkombëtare, por nëse konsiderohet kjo, pra këto grupe narkotrafikuese si pjesë e një të sponsorizuar nga qeveritë ose kolumbiane ose Venezuelës, të cilat duan pastaj të minojnë shtetin së drejtës amerikan. Pra, nëse i konsiderohen si një sulm ndaj suverenitetit të Shtetit Bashkuar. Nëse ata në fakt janë të konsideruar të kësaj natyre, pra të mbështetur nga një shtet që konsiderohet si terrorist pastaj nga Shtetet Bashkuara, aty pastaj drejta ndërkombëtare i jep të drejtë Shtetit Bashkuar për të në fakt vepruar në këtë mënyrë. Po ka akoma shumë për vendosur, se këto nuk janë gjëra që vendosen vetëm në Shtetet Bashkuara. Venezuela ose Kolumbia mund dhe besoj që do të sfidojnë këtë të drejtë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, dhe është për të parë, por sigurisht ai proces gjatë me vite. Ndërkohë që veprimi politik dhe ushtarak i Shtetit Bashkuar është duke vijuar. Siç e the dhe ti me lirë, presidenti amerikan thotë se personat e eliminuar janë drejtues të rrezikshëm të narkotrafikut, por ka dëshmi nga të afërm të disa prej viktimave që thonë se po. Ata kanë qenë në anije që transportonin drogë, por se nuk kishin narkoterrorist apo drejtues kartelesh. Disa kanë qenë peshkatar ose punëtor të tjerë të thjeshtë që merrnin vetëm $500 për udhëtim. Sa shqetësuese është kjo dhe si po komentohet në SBA dhe më gjerë? Jo, patjetër që po. Pra, dhe një tjetër dallimi këtu është a janë këto narkotrafikues apo janë narkoterrorist. Nëse janë narkotrafikues, atëherë drejta ndërkombëtare nuk i jep të drejtë Shtetit Bashkuar për të vepruar në këtë mënyrë. Nëse janë narkoterrorist, kurse i ka konsideruar zoti Trump, pra ka kaluar në dëgjuan që kishim gjatë 20 viteve të fundit që lufta kundër terrorizmit, që lufta kundër terrorizmit është zgjeruar për shkuar përtej thjesht luftës temi në Afganistan apo në të tjera ndaj terroristëve, por edhe madje edhe në afërsitë të Shtetit Bashkuar, në Venezuela dhe Kolumbi. Pra varet se cili është këndi i temi dhe këndvështrimi mbi këtë çështje. Sigurisht, pikpyetja më e madhe këtu është pse Kongresi Amerikan nuk ka vepruar. Pra, nëse flasim për si është komentuar në Shtetet Bashkuara këto veprime, komentimi i madh është bërë në lidhje me mosveprimin dhe mos reagimin e Kongresit Amerikan, sepse nëse ka veprime të kësaj natyre, nëse ka një zgjerim të konceptimit të narkotrafikut si një vepër terroriste, këtu sigurisht do të ndërhyjnë jo vetëm gjykatat amerikane, drejtësia amerikane, por edhe Kongresi Amerikan, sepse Kongresi Amerikan ka të drejtën këto instanca? Plotësisht një heshtje të plot. Pra nuk kemi asnjë lloj deklarate nga Kongresi Amerikan në këtë drejtim dhe thirrjet kryesore janë bërë pikërisht ndaj Kongresit Amerikan. Pra ka një pakënaqësi të atyre që kritikojnë veprimet e zotit Trump për mos reagimin e Kongresit Amerikan. Një ditë më parë, një raportim ekskluziv i CNN bëri të ditur se Britania e Madhe, një aleat kyç i Shteteve të Bashkuara, kishte vendosur të mos ndante më informacione të inteligjencës lidhur me sulmet në Karaibe. Një lëvizje dramatike kjo. Çfarë do me thënie ka në opinionin tuaj dhe çfarë tregon për aleancat e Shteteve të Bashkuara në këtë moment? Atëherë, Shtetet Bashkuara së bashku me Britaninë e Madhe, Francën nëse nuk gaboj, Gjermaninë dhe një vend tjetër, ndoshta Kanadaja, janë pjesë të quhen 5 syt, pra që kanë të bëjnë kemi një bashkëpunim midis inteligjencave të këtyre vendeve. Dhe pikërisht në këtë kontekst ata ndajnë inteligjencë, informacion të brendshëm të marrë nga organizatat e tyre sekrete për të në lidhje me variante të ndryshme të botës. Sigurisht, aktorët kryesorë këtu është Shtetet Bashkuara. Pra fakti që
Britania e Madhe nuk do ndaj shumë në këtë drejtim, mendoj që ka të bëjë më shumë një veprim politik sesa me përmasë politike dhe jo me pasojë ato janë reale në terren, se Shtetet e Bashkuara ka selet mjaftueshme në rajon për të bërë këtë. Gjithsesi, Britania e Madhe është një aktor i rëndësishëm edhe në atë zonë, sepse ka disa ishuj të cilat janë nën kontrollin e Britanisë së Madhe, edhe këto gjëra mund të ndikojnë. Por është më shumë një sinjal politik, ndoshta edhe vetë zoti Starmer, i cili ka pasur edhe presion të brendshëm në Britaninë e Madhe për të marrë një veprim dhe ka marrë këtë veprim pa pasur reale Shtetet e Bashkuara, por që e mbulon paktën politikisht atë për një periudhë kohe. Nuk mendoj që një veprim i tillë të ketë pasoja në aleancën temi amerikane britanike apo me vende të tjera, sidomos në nivelin e shkëmbimit të inteligjencave shtetërore, ka një marrëveshje shumë dhe me marrëdhënie shumë më të ngushtë, shpeshherë me disë tyre palëve se sa ka me din aspektin politik. Kështu që personalisht nuk është më shqetëson shumë kjo mungesë ose nuk i shqetëson shumë as Shtetet e Bashkuara kjo mungesë e bashkëpunimit në këtë rajon të vogël ose në këtë çështje, sepse nuk besoj që mund të interpretojmë më shumë se kaq themi për çështje të tjera madhore si çështja e Rusisë, Ukrainës apo çështja e Kinës, që janë çështje më të rëndësishme për këto dy vende. Çdo zhvillim që ka përfshirë presidentin amerikan këto kohë ka treguar vendosmërinë e tij për të përmbysur ekuilibrat dhe politikën tradicionale të Shteteve të Bashkuara. Po e bën diçka të tillë në lindjen e mesme, në Gaza dhe tani në Siri. E pa më herët në një takim historik me presidentin sirian al-Shara, dikur terrorist i kërkuar në SBA, u arrit edhe një marrëveshje e rëndësishme për luftën kundër terrorizmit. Çfarë qëndron pas këtij afrimi të papritur në opinionin tuaj? Çfarë interesash ka presidenti Trump në Siri? Atëherë së pari, inteligenca amerikane ka që në 2016 që bashkëpunon me al-Sharën. Pra, me të vërtetë ai ishte një person që kishte $10 milion mbi kokën e tij, të vënë nga Shtetet e Bashkuara, por pas kujtave, Shtetet e Bashkuara kanë bashkëpunuar me grupin e tij paraushtarak të al-Sharës që në 2016. Është vërtet që al-Shara në fakt ishte një prej themeluesve dhe një prej degëve të Al-Kaides në Siri, por më pas pasi krijoi një lloj populariteti të vetën, krijoi dhe një zonë ku ai pastaj mund të ndikonte. Ai filloi të bashkëpunonte në fakt me forcat ushtarake amerikane dhe ato perëndimore në përgjithësi. Pra, për ata që janë pas kujtave, nuk është se ka qenë surprizë e madhe, sigurisht për ne që shikojmë më shumë nëmjet lajmeve, kjo na surprizon sepse vjen kështu si rrufeja në mes të ditës në një farë mënyrë. Pastaj, se çfarë thotë kjo Shtetet e Bashkuara? Sigurisht Shtetet e Bashkuara e konsiderojnë Sirinë si një prej aseteve strategjike më të rëndësishme në rajon. Siria, po mund mendoj unë, së bashku me Irakun, mbajnë qesin e ekuilibrit në linjën e mesme, sepse Siria historikisht ndonse është një vend suni, ka qenë aleat i Iranit, duke tërhequr Sirinë larg Iranin, atëherë Irani izolohet plotësisht, sidomos me eliminimin e Hezbollah dhe të Hamasit në Gaza në Liban, atëherë Irani është plotësisht izoluar, nuk ka më vegla të tilla për të manipuluar, ngel pak Jemeni me Houthit, por për Shtetet e Bashkuara është një aset geostrategjik shumë i rëndësishëm. Elementi i dytë që e bën Sirinë kaq rëndësishme, sepse mos harrojmë që deri para një viti në Siri kishte baza detare ruse, të cilët nuk kanë shumë baza detare me akses në mesdhe apo në uret e ngrohtë, edhe kështu që Siria ishte një prej tyre, dhe me largimin e Asadit dhe me ardhin e al-Sharës në pushtet, edhe Rusia gjithashtu u largua nga ato baza detare. Kështu që kemi të bëjmë këtu me një lojë shumë të rëndësishme gjeostrategjike, ku Siria, si thash, për Shtetet e Bashkuara, është një çmim shumë i rëndësishëm që ka fituar gjatë kësaj loje betejë gjeostrategjike që ka bërë në rajon, dhe nga e cila ka dalë Irani dhe Rusia, dy aktor kundërshtar të vazhdueshëm në linjën e mesme të interesave amerikane, që janë plotësisht menjanuar, dhe kjo është fitore shumë e madhe për Shtetet e Bashkuara. Me që e përmendë Irani, doja të ndaleshim pak një aktor shumë i rëndësishëm në lindjen e mesme, i cili mes gjithë zhvillimeve që kanë ndodhur dhe që përfshin presidentin amerikan Donald Trump, ka qëndruar në heshtje. A është kjo një heshtje përpara stuhis, një qetësi përpara stuhis, sepse ka raportime që mund të jetë duke u përgatitur një tjetër sulm ndaj Iranit nga ana e Izraelit? Izraeli sigurisht ka akoma punë të pambaruara me Iranin. Në fakt ishte më dojën gjenia e zotit Trump që parandaloi një sulm tjetër të mundshëm nga Izraeli ndaj Iranit, sepse mos harrojmë që Irani ishte plotësisht ekspozuar në aspektin e sulmit ajror ndaj forcave të Izraelit. Pra Siria ishte eliminuar si një rrezik, nuk mund kishte një mbrojtje nga Siria.
Hezbollah dhe Hamas ishin eliminuar siç thash pak më parë, atëherë ishte një rrugë drejt për Izraelin për të vazhduar sulmet ndaj Iranit. Ishte Shtetet Bashkuara që parandaluan diçka të tillë. Unë mendoj që vazhdojmë edhe sot që zoti Trump të jetë i vendosur të mos lejojë përshkallëzimin e konfliktit midis Izraelit dhe Iranit. Nuk dëshiron që Izraeli të rikthehet konfliktit, sigurisht për Izraelin është domosdoshme vazhdimësia sepse Irani do të vazhdojë të bëhet edhe më i fortë, pra do vazhdojë të krijojë të rikuperoj temi atë mbrojtjen ajrore që e humbi. Në aspektin e zhvillimit të programit bërtamor nuk është se kishte humbje shumë të mëdha për te fjalët deklarata të zotit Trump, edhe kështu që rreziku për nga perspektiva e Izraelit vazhdon të qëndrojë. Poshtë e Bashkuara nuk ka asnjë dëshirë për çka të ndodhë. Gjithmonë në lidhje mesme asnjëherë nuk mund të thuash kurrë, por nuk mendoj që zoti Trump ka një interes për vazhdimsinë e konfliktit dhe për sa kohë që ka mundësi për të bërë presion Izraelit, do ta bëjë diçka të tillë, sepse nuk intereson një konflikt të nxehtë midis Izraelit dhe Iranit. Për të lënë pas linjën e mesme, do doja të ndaleshim pak edhe tek çështjet të brendshme të Shteteve të Bashkuara, ku duke qenë atje sigurisht na jep një perceptim tjetër. Shkon drejt fundit mbyllja më e gjatë në histori pas votimit në Kongres, kemi dëgjuar për shkurtime, pezullime fluturime, punonjës të papaguar. Sa i ka kushtuar Shteteve të Bashkuara dhe qytetarëve amerikan kjo mbyllje? Kjo kosto është e lartë, më vjen keq që nuk kam të dhëna të sakta temi me shifra të sakta, por e vërteta është që ka gjithmonë një goditje të prodhimit brut të Shtetet Bashkuara që vjen nga 40 ditë mos funksionim i miliona, pra mos punësimit të miliona individëve. Në fakt dje po flisëm me një kolegun tim, i cili është i punësuar në qeverinë federale, dhe e pyeta në lidhje me pagesën, nëse të paguhet apo jo, po sigurisht të paguhemi, ndodh gjithmonë që pas rihapjes së procesit do paguhemi për ato ditë pune që ne në fakt nuk punuam. Edhe nuk e kuptoj këtë logjikën e kësaj, sepse më mirë ta le të punojmë, duke ditur që të paguhemi pak më vonë. Pra, por fakti është që ke 40 ditë pune, për cilët nuk do të paguhesh, por që nuk është prodhuar asgjë. Edhe kjo ka një kosto, sigurisht ka kosto edhe çështja e mbylljeve të muzeve apo të parqeve kombëtare, vetë ishin në Washington DC javën e kaluar, kur nuk mund të aksesonim asnjë për këtyre parqeve dhe muzeve që janë aty, dhe sigurisht këto janë gjithashtu të ardhura të humbura për qeverinë federale, për Shtetet Bashkuara, për ekonominë, për qytetet ku janë këto të qendra që janë tashmë të mbyllura. Pra, të gjitha këto kanë një kosto reale, themi politike, ekonomike. Do të thonë që kosto më e madhe këtu është vazhdimësia e polarizimit të popullsisë amerikane e para, dhe dyta është edhe perceptimi i qëndrueshmërisë së ekonomisë amerikane. Që do të thotë se si perceptohet politika dhe ekonomia amerikane nga jashtë Amerikës. Dhe këtu mendoj që do kemi ca probleme, sepse borxhi amerikan sa vazhdon të bëhet më i madh, sa vazhdon të arritet deficiti amerikan, dhe kjo çon pastaj edhe një lloj paqëndrueshmërie ekonomike, mosbesimi ndaj aftësisë së qeverisë amerikane për të paguar këtë borxhe. Do doja një koment nga ty me lirë dhe lidhur me një çështje tjetër që ka pushtuar titujt këto ditë dhe që ka sërish protagonist presidentin amerikan Donald Trump. Dorëheqja e 2 drejtuesve të lartë të BBC-s për mënyrën se si ishte montuar fjalimi i presidentit në janar të 2021-shit dhe padija prej $1 miliard nga Trump ndaj BBC-s. Fjalimi im është masakruar, isha detyruar të ngreja pa di, ka thënë sot presidenti. Si e ke parë ti çështjen? Jo, janë disa gjëra, është një çështje koklavitur, por e para është e vërtet që BBC-ja në fakt ka trajtuar në mënyrë të gabuar fjalimin e zotit Trump, vetë kanë pranuar që ato kanë gështetuar 2 fjali, të cilët janë dhënë me 40 minuta diferencë nga një tjetra. Pra një pjesë e fjalisë dhënë në 15 minuta e para të intervistës ose të fjalive të tij, një fjali tjetër dhënë në minutën e 55 më duket të fjalive të tij. Të dyja bashkë sa i kanë gështetuar, duket sikur zoti Trump është duke inkurajuar njerëzit që të shkojnë dhe të sulmojnë Kapitolin. Ndërkohë që ai sulm tashmë kishte filluar, tash nuk do të thotë që zoti Trump nuk kishte dëshirën apo nuk ndoshta edhe nuk e ka nxitur atë, por në bazë të asaj që është thënë të paktën, veprimi i BBC-s nuk është, besoj që ju vetë si gazetare e dini shumë mirë që integriteti gazetaresc është shumë i rëndësishëm dhe një institucion si BBC-ja duhet të veprojë më shumë, do thoya unë, integritet nga çka vepruar në këtë rast. Është vërtet gjithashtu që dhe mediat ndërkombëtare nuk është se kanë trajtuar zotin Trump. Unë kam qenë kritik në zotin Trump, vazhdo të jem kritik në zotin Trump për shumë gjëra, por gjithashtu është vërtet që zoti Trump është shpesh temi
të trajtuar në mënyrë jo të drejtë nga mediat e mëdha. Po edhe ai nuk I ka kursyer mediat me të lirë vazhdimisht. As që bëhet fjalë që zoti Trump ka qenë një prej temi aktorëve dhe agentëve provokues të më destabilizues ndaj qëndrimit temi popullor ndaj mediave dhe rrezikues në shpeshherë. Pra ka rrezikuar integritetin, ka rrezikuar dhe jetën e gazetarëve me veprimet e tij. Por do të kuptojmë diçka, që një person në një kapacitet të tij, zoti Trump, ka përgjegjësinë e tij, ndërkohë që institucionet mediatike kanë përgjegjësinë e tyre. Pra fakti që personi në fjalë mund të veprojë në mënyrë të padrejtë, nuk justifikon as të drejtën tënde as timen për ta trajtuar atë individ në mënyrë të gabuar, por në mënyrë që reflekton mungesën e integritetit, sepse integriteti gazaresk nuk ka të bëjë vetëm me figurën e zotit Trump, por me çdo gjë tjetër. Dhe nëse ne trajtojmë një figurë zotit Trump që ndoshta meriton një keq trajtim ndonjëherë për shkak të veprimeve të tij, atëherë unë dhe ju ne humbim integritetin tonë në lidhje me çështje të tjera. Dhe kështu që është e rëndësishme që gjithmonë të jemi të kujdesshëm në mënyrën se bëjmë këtë. Tash, paktën në bashkëzetimet tona di që ju gjithmonë keni marrë një qendrim shumë të qartë dhe shumë të drejtë në lidhje me zotin Trump, pyetje gjithmonë korrekte. Nuk mendoj që ky kriter që ne kemi trajtuar me njëri tjetrin ka është trajtuar ose është respektuar në lidhjen e BBC-s. Është e vërtetë kjo reflektohet pastaj sigurisht edhe në dorëheqjen e tyre. E këtyre individëve që vetë kanë pranuar që në fakt veprimet e tyre nuk kanë qenë të drejta, nuk kanë respektuar integritetin gazaresk që duhet të karakterizojë një institucion si BBC-ja. Edhe besoj që ky rast do të shërbejë si model dhe si shembull për të treguar më shumë kujdes mediat mënyrën se si e përcjellin lajmin me më shumë etik. Me lirë të falenderoj shumë që ishe sot me ne dhe ndave opinionin tënd, ishte një kënaqësi. Faleminderit, kënaqësi për mua. Shikues të nderuar, shkëputemi për pak çaste publicitet dhe rikthehemi sërish bashkë në studio. Një bazë e vjetër amerikane në Porto Rico e mbyllur që prej fundit të luftës së ftohtë po zgjohet sërish. Avion, dron dhe pista po rindërtohen me ritëm të shpejtë.
Në det, aeroplan mbajtëse, nëndetëse bërthamore dhe njëra trupa amerikane lëvizin drejt Karaibëve, zyrtarisht për të goditur kartelet e drogës, por gjithnjë më shumë duket si përgatitje për diçka shumë të madhe. 800 kilometra nga Venezuela, SBA po krijon një bazë të re ushtarake, ndërsa presidenti Donald Trump paralajmëron narkoterroristët e Maduros se asnjë nuk do të jetë i sigurt. Pamjet satelitore dhe lëvizjet në terren tregojnë se Karaibet po kthehen në një vatër të re tensioni ndërkombëtar. Një front i ri në përballjen mes Washingtonit dhe Caracas. Ndjeki materiali. Y haremos cumplir esta constitución bolivariana con la mano dura de un pueblo dispuesto. Ushtria e Shteteve të Bashkuara po përmirëson një bazë detare të luftës së ftohtë të braktisur prej kohësh në Karaibe, sipas një hetimi të Reuters, duke sugjeruar përgatitje për operacione të qëndrueshme që mund të mbështesin veprimet të mundshme brenda Venezuelës. Shtetet e Bashkuara janë përfshirë në një përforcim të madh ushtarak në Karibet Jugore. Rreth 10% e aseteve të marinës amerikane ndodhen aktualisht në zonën e komandës Southcom. Kjo është diçka që rajoni nuk është mësuar ta shoh. Normalisht SBA ka një prani shumë të reduktuar ushtarake në këtë pjesë të botës. Foto të realizuara nga agjencia e lajmeve Reuters më 17 shtator treguan një rinisje të aktivitetit të ndërtimit në ish-bazën detare Roosevelt Roads në Puerto Rico, e mbyllur nga Marina Amerikane më shumë se 20 vjet më parë, teksa ekipe ishin të angazhuara në pastrimin dhe shtrimin e rrugëve ndihmëse që çojnë drejt pistës. Deri kur Marina u tërhoq nga objekti në vitin 2004, Roosevelt Roads ishte një nga stacionet më të mëdha detare amerikane në botë. Sipas një zyrtari amerikan të cituar nga Reuters, baza ka një pozicion strategjik dhe ofron hapësirë të madhe për grumbullimin e pajisjeve. Përveç përmirësimeve të kapaciteteve të uljes dhe ngritjes në Roosevelt Roads, SBA po ndërton objekte të tjera në aeroportet civile në Puerto Rico dhe në ishullin St. Croix në Virgin Island të Amerikës. Të dy territoret amerikane ndodhen rreth 800 kilometra larg Venezuelës. Stranger things have happened. I think this is happening now for a number of reasons. First, the Trump administration is very keen to demonstrate that they are... Mendoj se kjo po ndodh tani për një numër arsyesh. Së pari, administrata Trump është shumë e prirur të tregoj se po zbaton një paradigmë të re, kur bëhet fjalë për trajtimin e luftës kundër narkotikëve. Roja mbretërore e SBA-s nuk është më operatori kryesor në këto misione, por Marina e SBA-s dhe forcat aerore të SBA-s janë përfshirë për të mbështetur dhe në shumë mënyra për të marrë përsipër këto misione. Mendoj se paradigma e re është aty, sepse administrata është e interesuar të tregoj se veprimtaritë e karteleve në Amerikën Latine, si organizata terroriste të huaja kanë pasoja, në këtë rast pasoja vdekjeprurse. Kjo nuk është vetëm retorik, por është tregues si një modeli të ri operativ, që sheh Marinën e SBA-s dhe forcat aerore të SBA-s në krye dhe jo më rojën mbretëtare të SBA-s. Së dyti mendoj se administrata e kupton që vetë Maduro dhe regjimi i tij janë të implikuar në këto lloj aktivitetesh. Second, I think the administration understands that Maduro himself and his regime is implicated in these. Reuters foli me 3 zyrtarë amerikanë dhe 3 ekspertë detar, të cilët thanë se ndërtimet e reja në Puerto Rico dhe Virgin Islands tregonin për përgatitje që mund t'i mundsojnë ushtrisë amerikane të kryejë operacione brenda Venezuelës. Përforcimi ushtarak në rajon është më i madhi që nuk lidhet me ndihmën për fatkeqësi që nga viti 1994, kur SBA dërgoi 2 aeroplan mbajtëse dhe më shumë se 20.000 trupa në Haiti për të marrë pjesë në operacionin Mbështet Demokracinë. Që nga fillimi i shtatorit, Shtetet e Bashkuara kanë kryer të paktën 14 sulme ndaj mjeteve të dyshuara të trafikut të drogës në Karaibe dhe në paqësor, duke vrarë mbi 60 persona. Këto sulme ndaj mjeteve të dyshuara të drogës kanë shtuar tensionet me Venezuelën dhe Kolumbinë dhe kanë tërhequr vëmendjen ndaj një pjese të botës që vitet e fundit ka marrë burime të kufizuara nga ushtria amerikane. The Maduro regime has responded by mobilizing, or what they think is mobilizing, citizen militias. We have significant doubts about whether these militias would actually fight in an invasion type scenario. Regjimi i Maduros ka reaguar duke mobilizuar milicit civile. Ne kemi dyshime serioze nëse këto milicit do të luftonin në rast pushtimi, por ata kanë publikuar video me stërvitje, me sisteme mbrojtje ajrore
dhe kanë kërkuar që vendet e rajonit të dënojnë më ashtë për dislokimin e forcave amerikane. Veçanërisht rajoni ka qenë mjaft i heshtur në kritikat e tij ndaj SBA-s. Në fakt, shumë vende kanë mbështetur vendosjen e Karibet Jugore. Një numër vendesh gjithashtu i kanë shpallur kartelet venezuelane si organizata terroriste të huaja, gjë që është perceptuar nga Washingtoni si kur rajoni është në të vërtetë në favor të fushatës së presionit kundër Maduros, në vend që të jap atij ndonjë lloj besueshmërie diplomatike. A number of countries have also declared Venezuelan cartels to be foreign terrorist organizations, which looks to Washington. E pyetur për koment lidhur me zgjerimin ushtarak në rajon, Shtëpia e Bardhë tha se presidenti Donald Trump kishte premtuar gjatë fushatës elektorale se do të përballej me kartelet e drogës në rajon. Traffickers in the world and a threat to our national security. Therefore, we've doubled his. Përforcimi ushtarak amerikan në Karaibe filloi në gusht me mbërritjen e anijeve luftarake, një nëntece me energji bërthamore, avionëve luftarak dhe aeroplanëve zbulues. Grupi luftarak i aeroplan mbajtëses Ford me rreth 10.000 trupa dhe 10 avion dhe sisteme armësh ka hyrë në ujërat amerikano-latine pas lundrimit në detin Adriatik. Një analist ushtarak thot për Reuters se një nga shkatërruesit e aeroplan mbajtëses Ford kaloi Gibraltarin më 29 nëntor, sipas imazheve satelitore dhe të dhënave të gjurmimit të anijeve. Sipas raportimit të Reuters dhe zyrtarëve amerikan, administrata Trump që nga gushti ka vendosur të paktën 13 anije luftarake, 5 anije mbështetëse dhe një nëndetse bërthamore në rajon, nga baza të ndryshme detare dhe dislokime globale, përfshir aeroplan mbajtësen Gerald Ford, anijen më të madhe të këtij lloji. Aktualisht 8 anije luftarake mbeten në rajon, së bashku me anije mbështetëse. E ndërsa të gjithë bien dakord se prania amerikane në rajon nuk është e përkohshme, ekspertët nuk mendojnë se Trump do të shkojë drejt një pushtimi të plot. Full-scale invasion in this case is, I think it's unlikely to happen for two reasons. First, nuk mendoj se në këtë rast do të ketë një pushtim të plot në shkallë të gjerë. Mendoj se është e pamundur të ndodhë për dy arsye. Së pari, kjo nuk përputhet me mënyrën e veprimit të presidentit Trump. Presidenti Trump është distancuar nga angazhimet afatgjata dhe të hapura me trupa në terren që nga fushata e tij vitit 2016 dhe nuk mendoj se kjo përputhet me mënyrën e tij të veprimit as sot. Duhet theksuar gjithashtu se kjo nuk përputhet me modelin e dislokimit aktual. Megjithse dislokimi ka qenë shumë i madh, ai nuk ka përfshirë numër të konsiderueshëm forca shtoksore. Aktualisht në rajon kemi rreth 10.000 trupa, të paktën ato të identifikuara publikisht, 10.000 trupa. Kjo nuk është as pak e mjaftueshme për të përfshirë në ndonjë lloj pushtimi të territorit Venezuelas. right now in the region we have about 10,000 troops, at least publicly. Diplomacia, no la diplomacia de las cañoneras, de las amenazas. Pyetja që ngrihet është, ku do të çojë operacioni i madh ushtarak amerikan në Karaibe? Ekspertët parashikojnë disa skenare, nga largimi i Maduros në kalimin e fatit të Venezuelës në duart e ushtrisë. O hacer lo que a mí me da la gana que tú hagas. No, eso se acabó. Se acabó. Three or four different distinct scenarios here. One is that Maduro decides he doesn't want to. Shoh 3 ose 4 skenar të mundshëm. Njëri është që Maduro të vendosë largohet vetë, pasi presioni shumë i madh. Ai u mund vitin e kaluar në zgjedhje, por qëndroi në pushtet, edhe pse rezultatet ishin të qarta. Populli i Venezuelas votoi kundër atij me 2-1. Një tjetër skenar është që SBA të fillojë të godasë objektiva toksore në Venezuelë. Në këtë rast ushtria venezuelase mund vendosë se ardhmja e saj nuk është me Maduron, por me një tranzicion demokratik. Ata mund t'ia dorëzojnë Maduron drejtësisë, ta rrëzojnë apo të përpiqen të marrin vetë pushtetin. Një skenar i tretë është që SBA të vazhdojë vetëm me operacionet detare dhe Maduro të qëndrojë në pushtet, duke forcuar më tej sundimin e tij të chavizmit. In the interest of self-preservation, and that their future is not with Maduro, that their future is actually with the democratic transition that they've never been the Venezuelan armed forces. Donald Trump kaloi orë të tëra në shtëpinë e Jeffrey Epstein me një grua të përshkruar si një prej viktimave të trafikimit seksual dhe ishte në dieni të rrjetit të vajzave të shfrytzuara nga financieri vetvrar pedofil. Këtë e shkruan vet Epstein në një seri emailësh të publikuara nga demokratët dhe të zbuluara nga CNN dhe New York Times. Një komision ligjvënësish në SBA publikoi 20.000 faqe dokumentash të marra nga prona Epstein, përfshirë disa ku i referohet Trumpit. Në një prej korespondencave elektronike, financieri i dënuar për abuzime seksuale, i cili u vetvra në 2019, i drejtoi bashkëpunëtores së tij Ghislaine Maxwell. Në një email të vitit 2011 lexohet:
Dua që të kuptosh sa i qenë që nuk ka lehur është Trump. Ajo kaloi disa orë me të në shtëpinë time, shkruan Epstein, duke ju referuar një prej viktimave. Demokratët pretendojnë se emailët janë një goditje e fortë ndaj përpjekjeve të Shtëpisë së Bardhë për të mbuluar ngjarjen, por kjo e fundit replikon, duke i cilësuar pretendimet narrativ të rreme. Është momenti të bëjmë një rrethëqark të shkurtër me kolegun Xhevair Qardaku, i cili na njeh me zhvillimet më të fundit rreth botës. Diplomati i lartë në pension i Shteteve të Bashkuara, Christopher Hill, ka dëshmuar për 3 ditë me radhë në gjykatën speciale. Ai ka mbrojtur ish presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, dhe të tjerët në gjyqin e Hagës. Hill sjell në vëmendje se Thaçi nuk ishte aq i fuqishëm sa shikoi nga jashtë. Çdo vendim që merrte ai vinte si rezultati shumë konsultimeve pararendse. Përshtypja ime ishte që ai ishte një bashkëbisedues i besueshëm, por nuk ishte vendimarrës, u shpreh ish zyrtari i lartë amerikan në sallën e gjyqit. Hill përmendi bisedimet në Rambuje, duke saktësuar se Thaçi nuk mund të pajtojë për asgjë pa u konsultuar më parë, pasi në të kundër do ta vrisnin. Ai u pyet dhe pse ish diktatori serb Slobodan Milošević përmendi me emër Hashim Thaçin gjatë takimit të tyre. Miloševići mendonte se ne po largoheshim nga Rugova dhe se ky ishte gabim i rënd, sepse mendonte se atij i duhej të merrej me UÇK-n, që kishte qendrim të ashpër. Rugova asnjëherë nuk kërkoi më pak se pavarësia, por pranoi se nuk ishte interesuar për luftën armatosur, tha Hill. Mjegulla e dendur u ka mundësuar trupave ruse që të lëvizin më tej në qytetin kyç strategjik të Prokovskut në Ukrainën lindore. Korpusi i 7 sulmues ajror i Ukrainës thotë se kushtet e motit, veçanërisht mjegulla e dendur, e kanë shtyrë Moskën që të intensifikojë përpjekjet e saj për të futur një numër gjithnjë më të madh ushtarësh në qytetin e rrënuar dhe për të rrethuar forcat ukrainase. Trupat ruse kanë kaluar më shumë se një vit duke u përpjekur që të pushtojnë qytetin. Ushtria ukrainase thotë se tani mund të ketë nga 300 deri në 500 të rusa atje dhe se presidenti Volodymyr Zelenski konfirmon se situata mbetet e vështirë. Ndërkohë shefi i ushtrisë Oleksandr Sirski njofton se situata në vijën e frontit në rajonin juglindor të Zaporizhjas është përkeqësuar ndjeshëm me humbjen e 3 vendbanimeve. Megjithatë, Sirski tha se Rusia ishte më aktive rreth Prokovskut. Presidenti amerikan Donald Trump kërkon falje të plot për kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu. Ky i fundit përballet me një sër akuzash për korrupsion në 3 çështje të ndryshme, përfshirë mashtrim, marrje rishfeti dhe thyerje të besimit. Në një letër të dërguar presidentit izraelit Isaac Herzog, Trump i quan akuzat të pajustifikuara dhe politike. Presidenti amerikan thot gjithashtu se Netanyahu është një kryeministër i shkëlqyer dhe vendimtar në kohë lufte dhe se tani po udhëheq Izraelin në një kohë paqeje. Zyra e presidentit Herzog njoftoi se kushdo që kërkon një falje me dekret presidencial duhet që të plotësojë dhe dorëzojë një kërkesë zyrtare. Netanyahu nuk ka pranuar fajin për asnjë prej akuzave dhe nuk ka kërkuar për një dekret presidencial për ta falur atë, ndërsa procesi gjyqësor vijon. Çanta origjinale e bërë me porosi për aktoren Jane Birkin, e cila u bë një nga modelet ikonike të shekullit të 20, u zbulua për media në Tokyo. Kompania japoneze që e prezantoi për publikun e bleu atë për një shifër rekord prej $10 milion në një ankant në Paris në fillim të këtij viti. Sipas gojëdhënave të modës, çanta e parë Birkin lindi kur aktoria dhe këngëtarja franco-britanike u ul pranë drejtorit ekzekutiv të Hermes, Jean-Louis Dumas, gjatë një fluturimi në vitin 1984 dhe i tha atij se si nënë e re kishte nevojë për një çantë elegante por funksionale. Dumas menjëherë skicoi çantën drejt këndëshe me një hapësirë të dedikuar për shishet e foshnjave. Kompania e bëri atë për të. Pastaj filloi të shiste publikut versione më të vogla. Dizajni u bë një hit dhe ka ndihmuar në nxitjen e rritjes së markës së modës. Një delfin i egër i pagzuar me emrin Mimo është bërë një vizitor i rregullt në ujërat pranë sheshit San Marco në Venecia, duke befasuar turistët, por duke shtuar shqetësimet mbi sigurinë mes qarkullimit të madh detar në qytetin Lagun. Në mbyllje të këtij rrethëqarku ju lë me këto pamje pa koment bashkë natën